Një aksident i rënd ka ndodhur në aksin rrugor Dërmi-Himar. Raportohet se 3 makina janë përplasur me njëra tjetrën duke shkaktuar dëme të mëdha materiale dhe dëmtime të automjeteve. Mësohet se nuk ka persona të lënduar dhe sa kaq, policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të shkaqeve të aksidentit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.